Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Njeriu e ka fen qysh e ka fen shoku i vet. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ne të shikojnë secili prej juve kon e ka shok. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Imam Ahmedi dhe të tjerët, njeriu është në fenë e shokut vet. Ke kujdes kon e ki shok. Qata që i ki e shok, feja e atynve është qashtu sikur që feja jote. Edhe mos mundohet kërkush me thonë, ja, unë e vishëri me ta, ma nuk e kam bidatët e tina, unë e vishëri me ta, nuk e kam bidjet e tina, ja, arrim me ta, i e si kur haj. Ky ka qenë qëndrimi i ulemove të ehlusunetit, atëre kur i kanë gjykue njerëzit të cilët jenë ullë me njerëzit të devijuar. Ai që rri, shoqërohet, nuk e kem fjallën e ka taku nu dhe ka përshëndet, se kem fjallën kështu. Nuk e kem fjallën ka boni tregti, ka boni punë, ka kry një punë që ka ky profesion, s'kem të thonë kështu. Njerëz me cilët rri, shoqëni, me cilët shoqërohesh, me cilët del në kohën e lirë, me cilët bën muhabet, me cilët organizon udhëtime, me cilët rri, shoqërohesh, çfarë të jenë ata edhe ti je sigur ata. Edhe nëse ata janë të devijuar, ti je devijuar sigur ata. Po nëse kam devijimin e tyre, e ki devijimin e tyre për shkak se të tjerët me ta.